Zës është tani unë kam të aktin e komisionerit edhe pika 2 aktit thot vlerësimi i zarfeve bëhet administruar sipas këtij akti i nështrohet procesit të shqyrtimit të mëtejshëm sipas parashikimeve të kodit zgjedhor dhe akteve të dalura në bazë për zbatimin e tij. Tani unë këtë pyetje e kam edhe për zotin Logu dhe për administratën e KQZ-s. Është e parashikuar në një akt të komisionit rregullator apo kod se si bëhet ky verifikimi? Pra, ka parashikuar një protokoll dhe komisioneri si e ka menduar ta bëjë këtë verifikimin. Pra, supozojmë do mbarojnë gjithë këto votet e tjera që janë nga shtetet e tjera. Do ngelen votet e Greqisë. Ose sot që flasim, po bëhet një verifikim në lidhje me këto pretendime që janë ngritur nga Partia Demokratike dhe që ka marrë një vendim komisioneri, pavarësisht se nuk e citon eksaktësisht kështu. Faleminderit. Atëherë sigurisht se referuat nga ana juaj në dispozitivin e pikës 2 të vendimit të komisionerit shtetëror të zgjedhjeve. Thuhet që vlerësimi i zarfave bët administruar sipas këtij akti nështrohet procesit të shqyrtimit të mëtejshëm sipas parashikimeve të kodit zgjedhor dhe akteve të dala për zbatim të tij. Pra, aktet e dala në zbatim të vendimit të komisionerit shtetëror të zgjedhjeve janë vendimi numër 22 datë 23/2023 Komisionit Rregullator për rregullat për administrimin, numërimin dhe vlerësimin e votave nga jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, dokumentacionin përkatësi dhe tabelimin e rezultatit të votimit nga jashtë të ndryshuar. Është përkatësisht vendimi 32 për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin 22 të cilin u referova, sikurse edhe vendimi numër 33 datë 5/2025 vendim për miratimin e udhëzuesit të punës për komisionet e administrimit dhe numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë dhe grupeve të numërimit të votave nga jashtë për zgjedhjet për kuvend. Pra, sikurse u cituan të gjitha këto aktet, akti i komisionerit është në zbatim të gjithë akteve të komisionit rregullator. Pra, nuk kemi të bëjmë me një akt normues apo një akt rregullator, por kemi të bëjmë me një akt komisioneri i cili është për zbatim të gjithë akteve të miratuara nga komisioni rregullator. Në lidhje me pyetjen e dytë, të cilët ju referoni që nëse po vazhdon ky proces i vlerësimit dhe i numërimit të votave dhe çfarë është duke bërë me këtë proces, duke qenë se na bashku edhe drejtoresha e cila është përgjegjëse për administrimin e këtij procesi, mund t'ju jap një përgjigje më detajuese në lidhje me këtë gjë. Zënjo Josifi, me qënë se u paraqitet, pyetja parë është ka të bëjë me këtë pikën 2 të këtij vendimit komisionerit. Pra, çfarë shqyrtimi do i nështrohen këto zarfet që do futen te kjo kutia që do është një kutie e posaçme që me sa kuptoj unë për zarfet B që do të futen ato dhe do i nështrohet nga pretendimet e zotit Logu, kuptuam që të paktën pretendimi i tyre bazohet me protokollin e ndjekur në shtetin grek për mënyrën se si votuesi ka marrë zarfin me materiale zgjedhore dhe si e ka kthyer. E para, është kjo një procedurë që mund të verifikohet dhe nëse po, nga kush verifikohet. Pra, do e verifikoj komisioneri shtetëror i zgjedhjeve nëpërmjet administratës KQZ-s, apo do e verifikojnë këto KANVVJ dhe GNVJ. Pra, kush e bën këtë procedurë? Atëherë vendimi i komisionerit me numër 1121 nuk ka ndryshuar absolutisht mënyrën e administrimit të dokumentacionit zgjedhor gjatë procesit të numërimit dhe vlerësimit. Mbetet në fuqi vendimi 22 i Komisionit Rregullator, prandaj nuk ka asnjë ndryshim në protokollin e trajtimit të dokumentacionit zgjedhor. Donim vetëm ta theksonim këtë. Aktualisht grupet e numërimit të votave nga jashtë dhe komisionet e administrimit të numërimit dhe vlerësimit janë duke dokumentuar në proces verbalin për vlerësimin e dokumentacionit zgjedhor nga jashtë, çdo dokumentacion zgjedhor që gjejnë brenda kutisë përkatëse, përfshir zarfat B, po i quaj kështu për lehtësi, të ardhur nga zgjedhësit shqiptar nga shteti grek. Edhe këto po dokumentohen në të njëjtin proces verbal të hapjes së kutisë përkatëse. Ato thjesht janë lënë mënjan dhe nuk po administrohen ato zarfa, pra nuk po nxirren nga ato zarfat A, e mëtej nga zarfat A fletët e votimit. Është vërtet që subjekti Aleanca për Shqipërinë Madhështore, koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka kërkuar informacion sa i takon
respektimit ose konfirmim nëse është respektuar protokolli i dorëzimit të këtij dokumentacioni tek zgjedhësi i përcaktuar në aktet e rregullatorit, në kontratën midis KQZ-s dhe kontraktorit, ne jemi duke mbledhur informacionin e nevojshëm nga pikpamja administrative për të provuar se si janë dorëzuar këto zarfa. Pra nëse janë dorëzuar në dorë të zgjedhësit dhe është respektuar gjithë protokolli. Kontrata e ka të parashikuar mënyrën e dorëzimit, që do të thotë ne presim të kemi dokumentim të nënshkrimeve nga marsi i dërgesës, pra praktikisht nga zgjedhësi. Duhet kuptoni që është një informacion voluminoz, edhe të mblidhet edhe të dokumentohet, edhe kjo është arsyeja pse komisioneri për të zhbllokuar situatën edhe për të lejuar vijimin e numërimit në të 37 grupet e numërimit, mori këtë vendim me qëllim që të vijohet vlerësimi numërimi i një pjese të madhe të dokumentacionit zgjedhor, që është shumë se sa vetëm votat e ardhura nga Greqia, në mënyrë që ndërkohë gjatë kësaj kohe të bëhen edhe këto verifikime dhe të mblidhet ky informacion dhe të përgjigjemi me fakte dhe me dokumentacion subjektit zgjedhor që ka kërkuar këtë. Faleminderit. Unë kam një paqartësi me shpjegimet, domethënë. Çështja është, pas marrjes së këtij informacioni, me vlerësimin e zarfeve B dhe zarfeve A të Greqisë, do merret grupi i numërimit, apo çështja e tyre do të shqyrtohet vetëm në procedurë ankimimi, nga cila do palë qoftë. Pra do t'i marrim ne, apo do t'i zgjidhin ata. Ky është problemi juridik. Ata. Grupet e numërimit. Më thënë, grupet e numërimit do marrin nga KQZ-ja, nga komisioneri, informacionin e detajuar dhe do vendosin ata lidhur me këtë çështje. Po, sepse ata ishin numëruesit në tavolinat e numërimit, grupet e numërimit kanë 2 antar, një të propozuar nga partia më e madhe e Shumicës, një nga partia më e madhe e Pakicës, ata ishin 1-1 në qëndrim. Pra, njëri dëshironte ta hapte zarfin B e vijonte administrimin, tjetri jo. Pas grupeve të numërimit i kaloi për vendimarrje. Pasi të marrin këtë informacion, do ndahen prap 1-1. Çfarë do të ndodh me to? Ashtu si kundër ndodhi edhe dje, duke qenë që ndjes të dielën, pardje, ashtu si kundër ata ngecën në dakordësi, pra nuk e arritën dakordësinë, çështja i kaloi komisioneve të administrimit, ka në VVJ-ve, edhe ata nuk arritën dakordësinë, u ndan 2-2, prandaj komisioneri u desh të ndërhynte. Do duhet që të mos supozojmë dhe rast pas rasti do ta shohim qëndrimin edhe të grupeve të numërimit. Komisioneri, në rast se do vi ky informacion, i qartë, i plot, i kuptueshëm, përfundimtar për të gjitha palët, dhe prap nuk do ketë zgjidhje në proces vlerësimi, zgjidhjen do ta jap komisioneri. Ky është konkluzioni juaj? Apo rast pas rasti do të thotë, po doj ta jap, po doj mos ta jap? Kush është procedura që ju parashikoni? Nuk ka ende një vendimarrje për këtë, sepse do duhet të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet edhe se si do të vi vendimi hallk pas hallke. Vendimarrja që do merrni do të jetë një akt rregullator apo një akt zbatues? Çfarë do të jetë? Do duhet të jetë akt rregullator, sepse administrimi i dokumentacionit zgjedhor është normuar nga Komisioni Rregullator. Më falë se unë këtu nuk e kuptova unë faktin. Se ndoshta kjo është një procedurë për herë të parë, është e veçantë. Pra nuk është procedura klasike që ka kodi, dhe për ta kuptuar, për ta sjellën vëmendje dhe për ata që kanë interes, procesi vërtet është bipartizan, por në qendrën e votimit ka shumicë. Është njëra palë apo tjetra, po ashtu në KZZ ka shumicë. Kur ngec, po përdor fjalën tuaj vendimarrja, palët vendosin me shumicë. Ky proces, për arsye besimi ashtu është gjykuar, është ndërtuar bipartizan pa shumicë deri në pikën që fjalën e fundit, se ju ndoshta ndërpret se mbaruat, pra nuk vendos grupi numërimit, nuk vendos kjo me këtë emrin e gjatë ka vënë në një, si e keni vënë? Pra KZZ diasporës është
termi bukur, do duhet komisioneri të vendosi rast pas rasti. Pastaj nëse bllokohet vendimarrja e komisionerit, janë tjera, po unë kështu e kuptoj që funksionon rregulloria. Pra ka 3 nivele brenda këtij procesi ku komisioneri do duhet të vendosi. Komisioneri në këtë fazë ka marrë këtë vendim, i cili nuk po shprehem, por është një vendim për cilin ju po debatoni sot, për t'i lënë, për t'i numëruar në fund. Por kjo nuk e përjashton detyrimin e komisionerit për të shprehur brenda këtij akti, si kundër dhe ato 2 hallka. E kuptova drejt? Që të vazhdojmë të... Okej, mirë, faleminderit. Kam një pyetje tjetër. Kjo procedura për verifikimin, e ishim Greqin, për tjerat, është ndonjë akt të Komisionit Rregullator e parashikuar? Pra, si garantohet kjo pjesa e protokollit? Pra verifikimin, unë e kuptoj, verifikimi tani e ngriti si shqetësim Partia Demokratike dhe mbasi do të bëhet për Greqin. Por si rregulla do duhet verifikoj kjo procedura e ndjekur e protokolleve? Protokolli është miratuar nga Komisioni Rregullator apo është thjesht pjesë e kontratës si ka lidhur komisioneri me DHL? Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, Komisioni Rregullator e ka rregulluar procesin e votimit nga jashtë me vendimin 13, por duke qenë akt me karakter normues, atje parashikimet dhe protokolli i dorëzimit është i përgjithshëm. Pra, vetmja gjë që parashikohet atje është që shërbimi postar do duhet të ishte ekspres, do duhet të ishte i gjurmueshëm dhe do duhet që zgjedhësi dokumentacionit i dorëzohet individualisht. Kaq thot vendimi 13 i Komisionit Rregullator. Administrata e KQZ-s dhe komisioneri e elaboruan këtë vendim me karakter normues pas takimeve që ne kemi patur nga shtatori 2024 e deri në shkurt për të kuptuar e para si ndodh një shërbim postar. Duhet kuptoni që është hera parë për KQZ-n që mundson votim në distancë, e në distancë në 85 shtete të shpërndara kudo në botë. Aq sa një procedurë prokurimi e tillë nuk e kishte bërë në një autoritet kontraktor publik. Pra këtë votimin nga jashtë e kemi për herë të parë e po rezulton për herë të parë në shumë aspekte. Prandaj ne na u desh të thrisnim teknikët. Thirrëm të gjithë operatorët postar të licencuar në Shqipëri për dërgesa ndërkombëtare. Ata na sqaruan me detaje të gjithë protokollin. Protokolli që ne kemi zgjedhur është standardi më i lartë i shërbimit postar, edhe në sektorin privat. Aq më shumë në sektorin privat. Që do të thotë, ne detajuam në termat e referencës së kontratës, që janë kushte kontraktuale, pjesë e dokumentave të tenderit dhe pjesë e kontratës, faktin që jo vetëm shërbimi do të ishte ekspres, por do duhet që ai brenda Evropës të ndodhte për 2 ditë, pra zgjedhësi duhet i mbërrinte zarfi për 2 ditë, 4 ditë në kontinente përtej Evropës dhe për aq kohë do duhet të bëjë edhe kthimin mbrapsht. Nga ana tjetër, zgjedhësi do njoftohej në kohë reale për statusin e kërkesës në mënyrë automatike nga sistemi, në këtë rast i DHL-s. Posta do duhet të tentonte 3 herë t'ja dërgon, t'ja jepte dërgesën zgjedhësit në banesë, gjë që nuk ishte kërkesë e vendimit 13 rregullatorit, se individualisht do të thotë edhe që zgjedhësi mund të paraqitej në një zyrë edhe ta tërhiqte dërgesën. Dorëzimi individual është edhe ky. Jo, ne shkuam përtej, ne tham, këta shtetas shqiptar kanë deklaruar një adresë në Perë. Atëherë në këtë adresë do duhet të çohet dokumentacioni zgjedhor. Kjo tentativë do bëhet 3 herë, nëse kjo dështon, atëherë zarfi do ta presë zgjedhësi në pikën më të afërt të DHL-s deri në datën 8 maj të paktën, që ai vetë kishte mundësinë ta tërhiqte. Dhe po ne i ofruam zgjedhësit edhe mundësinë delivery on demand, që është përtej edhe dorëzimit individual, që do të thotë kishte zgjedhës, madje edhe nga ata që janë aktivistë në organizatat e diasporës, që në pamundësi për të qenë në banesë në atë orar dhe në atë ditë me cilën ishin njoftuar, me shërbimin delivery on demand në telefon apo në email, ata kërkonin ndrimin e ditës dhe të orës, dhe thoshin, është e papërshtatshme për mua ta pres zarfin nesër, unë e dua pas 5 ditësh, se nuk do të jem në Zvicër, nuk do të jem në Gjermani këto ditë. Edhe kjo është e sankcionuar në kontratë. Shkuam edhe përtej dhe tham, individualisht do të thotë që zgjedhësi do duhet të nënshkruaj dhe DHL-ja në këtë rast, por cili do të kishte qenë operatori nga 3 më të mëdhenjt në nivel ndërkombëtar,
e provon këtë me nënshkrim digjital. Kush e ka parë nga palët e interesuara edhe në Parkun Olimpik, edhe vetë KQZ-ja, kur merrte thasët me dërgesa nga DHL-ja, punonjësit tanë firmosnin në palmarët e DHL-s që zarfat, thasët e çdo gjë u mbërriti në destinacion. Të njëjtin protokoll kemi kërkuar për zgjedhësin. Që do thotë ne kemi mundësinë ta dokumentojmë këtë dhe ne do ta bënim këtë dhe jemi duke e bërë për të gjitha dërgesat pavarësisht kazusit të Greqisë apo jo, pavarësisht nëse kjo do të kishte ndodhur apo jo, dhe jemi në proces verifikimi se çfarë ka ndodhur. Kështu që kjo nuk vjen, ky verifikim dhe këto kushte që ne kemi kërkuar nuk vinë tani a posteriori dhe nuk vinë sepse tani ka një kërkesë apo ka një ankesë apo ka një pretendim. Ne e parashikuam këtë dhe e kërkuam si të tillë për çështje të integritetit të gjithë procesit. Dakord. Shpytit. Kam një pyetje për zotin Logu. Si e shikoni ju këtë vazhdimsinë e procesit, se përsa i përket vendimarrjes së komisionerit nëpërmjet këtij vendimit të tij, do shprehet kasi me vendim për vlefshmërinë apo për pavlefshmërinë e aktit. Ju si e shikoni këtë vazhdimsinë e procesit numërimit? Domethënë ju si e gjeni këtë akt, sepse pak a shumë tek pretendimet tuaja më shumë ju u morët me pjesën që për mendimin tim mund t'i takoj pas procesit për kundërshtimin e tabulatëve rezultateve të tabelës së votimit, të rezultateve të diasporës. Ne na intereson në këtë fazë të procesit më shumë që po diskutojmë vlefshmërinë apo jo të aktit komisionerit. Pra për ju gjendet i drejt ky akt, e zgjidh këtë problem, do të vazhdojë sipas ligjit procesi i numërimit, si e mendoni që do vazhdojë ky procesi i numërimit nga këto grupe kur jemi përpara faktit që ato dokumenta janë aty dhe presin në radhë për të vazhduar numërimin. Pra ju si e shikoni vazhdimsinë e procesit? Kjo është pyetja ime. Faleminderit. Procesi i numërimit të votës së diasporës po vjen normalisht. Kushdo mund të aksesojë dhe dëna që janë në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, qark pas qarku po vjen numërimi i votave të diasporës. E vetmja gjë që ka ndodhur është janë veçuar me dakordsi në fakt tashmë të gjitha votat që kanë për origjinë Greqi, lihen me një anë gjatë procesi që merren në dorëzim zarfet B që dallohet qartë asaj që vjen nga shteti grek, vendosen në një kuti të veçantë, bëhet shënimi në proces verbal dhe në momentin po themi që do jenë kryer të gjitha verifikimet e nevojshme, sigurisht që ato do t'i nënshtrohen vlerësimit e kështu me radhë. Ky akt i komisionerit, edhe po të lexohet, nuk ka si ndonjë rregullim të ri të procesit, po të shikohet. Nuk kemi këtu në rregullim të ri. Komisioneri nuk thot çfarë do ndodh me këto zarfe, si do vlerësohen këto zarfe, si do numërohen këto zarfe, kur, kush, si, etj, cila është procedura. Komisioneri thot, me qënë se ka një numër të caktuar, zarfesh bë të kontestuara, për të cilat grupet e numërimit dhe KZZ e diasporës nuk vjen dakord, le të vendosen në një vend të veçantë dhe do vlerësohen në momentin që do vinë informacionet përkatëse. Tani, vetëm desha shtoj këtu, zoti Lako, me datën 4 maj, kemi këtë deklarat të kryeministrit. Në Greqi u bë një mishmash, jo DHL-ja, jo Spedeksi, jo Kodeksi, jo Kudevose. Kësisht në Greqi u bë një mishmash, jo DHL-ja, jo Spedeksi, jo Kodeksi. Zoti Logu, e kemi dëgjuar se edhe ne shohim televizor. Jo, dakord, patjetër. Po kjo do me thënë, ky mishmashi nuk është deklarat e Partisë Demokratike. Kjo është një mishmash që deklaron kryetari i Partisë Socialiste që qëllon të jetë edhe kryeministri i vendit. Dhe unë mendoj që ne nuk mund ta injorojmë këtë gjë. Se një moment zoti Lako thatë mendoj që pretendimet tuaja i përkasin procesit pas tabelimit. Jo, në momentin që hiqet zarfi A nga zarfi B, aty nuk kuptohet më Greqia, Amerika, Italia, ato ishulli Helenës, nuk e kuptova, ishulli Virgjine, nuk kuptohet më kush nga vjen, se s'ka më dhëna identifikuese. Pra ky proces, ose Shen Helena, po, ky proces ose adresohet tani, ose nuk mund të adresohet më. Se në momentin që përzihen
të gjitha shtetet bashkë, nuk kuptohet më nga ka ardhur. Dhe edhe sikur nesër ne të na dal konklud, nëse do esim në atë mënyrë, edhe sikur nesër të na dal që po është e vërtet, ose të paktën DL-ja nuk arrin të provojë që zarfet në Greqi janë dorëzuar personalisht zgjedhësit, ne s'kemi mundësi në fakt të më si ta zgjidhim këtë situatë, se ne nuk do ta kuptojmë ku janë ato zarfet e Greqisë, se ne do marrim një rezultat qarku dhe do dim ka gjë, domethënë ne nuk kemi mundësi pastaj se si ti ndajmë Greqi, Itali apo në shtet tjetër. Dhe sa i përket shteteve tjera, pse ne e kemi ngritur Greqinë më me forcë? Shiko, ky është një proces që ndodh për herë të parë. Ne jemi të vetëdijshëm, të arsyeshëm dhe racional që do kishte problematika. Se do ishte e jashtëzakonshme që ne të shpërndanim 245.000 zarfe me materiale zgjedhore, të merrnim mbrapsht 190.000 për mbi 70% të tyre dhe mos kishim asnjë problematik. Kjo do ishte idealja, se kemi arritur as të brenda që të arrijmë po themi në votat e diasporës. Dhe rastet që na janë raportuar nga shtetet tjera, kemi vlerësuar që janë brenda një marzhi të arsyeshëm gabimi ose parregullshmërie që ndodh qoftë edhe për shkak të mungesës së eksperiencës të administratës, të shërbimit postar apo edhe të kulturës që kanë nxjerrësi shqiptar, sepse ne pam që disa qytetarë në raste të caktuara qytetar krejtëshu anonim dhe të panjohur, mendonin që po bënin një akt heroik, publikonin fletin duke votuar, publikonin veten në rrjetet sociale. Tani këtë besoj mund kuptohet që mungesa e eksperiencës së informimit, sensibilizimit e tjerë e tjerë. Pra këto kanë qenë disa problematika që nuk mund të ngrihen në atë mas, sa ne të themi gjithë vota e një shteti të caktuar ka këtë problem. Po në Greqi rasti është specifik. Dhe ne aktin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve e kemi parë si një përpjekje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jo të komisionerit personalisht, po të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për të zgjidhur atë ngërç që të vijoj procesi numërimit të votave të diasporës paralelisht me qarqet përkatëse, siç ka qenë e parashikuar dhe në kod zgjedhor dhe në akt rregullator. E kundërta në fakt do bënte që ne të vazhdonim edhe sot të ishim në situatë ngërçi sa i përket mënyrës si do procedojmë me votat e Greqisë. Se të mjafton një zarf nga Greqia dhe procesi ngec. Një zarf mund të jenë 300 zarfe që vijnë nga shtete të ndryshme, ndër këto mund të jetë një zarf nga Greqia dhe të ngec procesi për gjithë zarfet e tjera. Mbaroj se mora një pjesë të përgjigjes, por nuk e mora përgjigjen për atë që më intereson. Pra ju jeni dakord me aktin e komisionerit për arsye sepse ju doni të veçoni votat e Greqisë në një procedurë ekstra nga ajo që ka përcaktuar Komisioni Rregullator për arsyet që ju përmendët. Tani, si e mendoni vazhdimin e procesit? Do vazhdojnë të numërohen këto në vijim ashtu siç e ka përcaktuar me akt komisioneri nga këto grupe dhe nga ajo Komision Administrimi i Diasporës apo jo? Do vazhdoj apo do ketë pengesa përsëri për argumentat që ju ngrini? Domethënë ju e quani me vend këtë akt të komisionerit dhe kjo do të sjelli që duke u ndarë më vetë ashtu siç e thatë ju votat e Greqisë, do vazhdoj numërimi dhe vlerësimi i tyre nga këto komisione apo ju përsëri i qëndroni këtyre problematikave dhe do pengoni numërimin? Kjo është ajo që na intereson ne si. Numërimi i gjitha zarfeve që kanë ardhur nga shtete tjera vijon dhe mund të jojnë normalisht deri në përfundimin e tij, por shikohet që është një proces që do marrë goxha kohë. Në ndërkohë besoj dhe dua të besoj që operatori i shërbimit postar do të sjellë dhe gjithë informacionin dhe dokumentacionin që i është kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Do njihemi edhe ne si përfaqësues subjekteve zgjedhore, por edhe numërues komisioner vëzhgues të përfshirë në këtë procedurë dhe mbi bazën e atij lloji informacioni, më pas do mbahet edhe qëndrimi se si do të operohet, po themi me votat apo me zarfet që kanë arritur nga Greqia. Se unë besoj për të gjithë përfaqësuesit të subjekteve zgjedhore, edhe për administratën, përfshirë edhe antarët e kasit, nëse ne nuk do kemi dokumente të cilat ta thonë qartazi që shtetasi Marashtoku për marrë veten e ka marrë personalisht zarfin me materialet zgjedhore në Greqi, ai zarf sigurisht ka një problematik. Ose nëse na thuhet që për 100 zarfe kemi vetëm një firmë, edhe këto zarfe ka një problematik që nuk mund të kalojë kështu. Dhe ripërsëri zoti Lagu se e kuptova drejt, unë nuk besoj që është shkelur kompetenca rregullatorit se nuk është akt rregullator. Pra cili është ku ka ceduar komisioneri në raport me vendimin e Komisionit Rregullator.
Komisioni Regulator ka përcaktuar 1, 2, 3, 4, 5. Nuk ka asnjë pikë të kësaj vendimarrje të komisionerit që vjen kundërshtim me atë, apo që ti ketë marrë në kompetencë Komisionit Regulator. Nga ana po themi formale. Nga ana substanciale nuk gjej ku qëndron shkelja e vendimarrjes së Komisionit Regulator, për sa kohë që thot e drejta për të kontestuar i njihet numëruesit, i njihet edhe KZAZ-s, njihet edhe e drejta e vendimarrjes së komisionerit, kaq është gati, është si më bërë një ripërsëritje të akteve që gja janë në fuqi, duke qenë se edhe me vendimin numër 22/2025 Komisionit Regulator nuk është i ngarkuar vetë Komisioni Regulator. Regulatori nuk bën të ekzekutimin e vendimeve të tij. Thotë ngarkohet komisioneri shtetëror i zgjedhjet, administrata zgjedhore të bëjë ekzekutimin e tij. Tani do ta bëj këtë punë komisioneri apo të vinë ata antarët e rregulatorit bëjnë po themi ekzekutimin e aktit të tyre, që edhe fizikisht mendoj unë janë në pamundësi objektive. Kaq, nuk ka dalë për te asaj gjë. Nuk shoh që të ketë aty elemente shtesë të këtij akti komisioneri shtetëror. Po, faleminderit zoti Logu, kam një pyetje për zonjën Josifi. Në çfarë faze jeni me këtë verifikimin? Si fillim të Greqisë, meqense që Greqia është problematika. Dhe dyta, kjo është pyetje hipotetike, nëse Greqia del kështu siç pretendon zoti Logu apo ka problematika të një natyre tjetër që nuk respektojnë atë protokollin që ju keni miratuar, a ka ndonjë akt nga këto 10 akte që ka miratuar regulatori, se përderisa ka parashikuar këtë gjurmëshmërinë dhe individualizimin e çdo zarfi, ka parashikuar regulatori në rast se çfarë bëhet nëse nuk respektohen këto dy parime, se për shembull, për ne që votojmë këtu është e zgjidhur, kutia pa rregull, shkon kutia është e thyer apo nuk garantohet integriteti, është kutia pa rregull dhe vendos KQZ-ja në këto raste. Tani nëse do dalin kjo që pretendon zoti Logu apo problematika të tjera, në një nga këto vendimet e rregullatorit e ka parashikuar se çfarë ndodh, që ta dimë dhe ne pra këtu që nëse në rastin hipotetik do mbaroj ky verifikimi, çfarë do bëhet? A do vinë këtu ke ne se do i zgjidhim ne të gjitha këto, po si zgjidhet kjo? Pra çka ka parashikuar ky protokolli? Ne kemi kërkuar informacionin provues për dërgesat për Greqinë. Jemi duke pritur që ta marrim këtë dokumentacion të gjurmueshëm totalisht në të gjithë hapat e itinerarit që kanë ndjekur dërgesa, pra nga kur ka dalë nga Parku Olimpik, ka shkuar në stacionin e radhës në Leipzig, nga Leipzig në pikën e përpunimit automatike në shtetin përkatës, në adresa, sa kohë ka marrë, kush e ka tërhequr edhe cila është prova e tërheqjes. Menjëherë ne nuk kemi asnjë qëllim, aq më pak interes ta vonojmë këtë proces në të parët, sepse në fund të ditës heqja mjanë e zarfave B të Greqisë apo të cilit do shtet tjetër, gjithsesi do ta zgjas procesin e vlerësimit dhe numërimit të votave nga jashtë. Kështu që në një kohë sa më të parë që të mundemi, do ta japim këtë informacion, sapo ta kemi. Akti i rregullatorit për administrimin nuk ka parashikuar skenarin pesimist. Ka parashikuar vetëm një rast të kutisë së parregullt të votave nga jashtë, që është rasti klasik i parashikuar në ligj kur nuk përputhen kodet e vulat e sigurisë me ato me cilat është mbyllur kutia me ato të cilat gjenden në proces verbal. Po. Pra, të kutisë administrimit pasi ka ardhur në Parkun Olimpik. Sa i takon shërbimit postar, le të themi kështu, nuk ka parashikime në aktin rregullator. Te kutia, më fal, kam një pyetje, se ndoshta janë të reja informacione për gjithë. Tani po lexoj këtë vendimin, një nga ato vendime 33-shin e rregullatorit dhe ka një koncept ku thot grupet e numërimit votave nga jashtë kryen në mënyrë të ndërprerë numërim në gjitha kutivet pranuara të rregullta nga ana e KNVJ-s. Këto konsiderohen kuti të pranuara të rregullta? Po,